Me hyrjen e sezonit turistik veror, autoritetet në Pogradec kanë shtuar ndjeshëm masat për garantimin e sigurisë në zonat e plazhit dhe veçanërisht në hapësirën liqenore. Fokusi i veçantë i ndërhyrjeve janë incidentet e mundshme që lidhen me përdorimin e mjeteve lundruese me motor, të cilat përbëjnë rrezik për pushuesit. Policia kufitare ka intensifikuar patrullimet jo vetëm me mjete ujore, por edhe përmes monitorimit nga toka. Këtë sezon janë dhënë në funksion edhe mjete të reja patrullimi, përfshirë dronë që ndihmojnë në kontrollin më efektiv të kufirit ujor dhe mbikëqyrjen e lëvizjeve në liqen. Në të njëjtën linjë veprimi është edhe Bashkia e Pogradecit që ka ndërmarrë hapa konkret për ndihmuar në orientimin dhe sigurinë e pushuesve. Janë vendosur bova sinjalizuese për të ndarë zonat e lundrimit nga ato të qëndrimit pushuesve, duke krijuar kështu ndarje të qartë që shmang përplasjet apo rrezikun në ujë. Në plazhet publike janë angazhuar vëzhgues së vijës liqenore, ndërsa subjektet private janë të detyruara të vendosin vëzhgues sipas kritereve të përcaktuara në lejet e operimit të stacioneve të plazhit. Bashkia e Pogradecit prej disa vitesh ka marrë përsipër komplet sigurinë e plazheve publike në të gjithë zonat. Kemi vendosur rrethimet, bovat e thellësisë, bovat ku duhet të shkojnë pushuesit me not. Kemi vendosur rojet e plazhit në plazhet kryesore të Pogradecit, të qytetit, që është plazhi i Uçkave, plazhi i Përballtekës dhe në të dyja krahët e Lokal Kontit. Vend bazimi për motorët e ujit është bërë gati, rrethimet ku ata do të kalojnë, korridoret hyrëse dalëse të tyre janë bërë gati, gjithashtu korridoret edhe të barkave me pedalina dhe të gjitha janë bërë gati. Masat e mare janë pjesë e një plani të bashkërenduar mes Bashkisë dhe Task Force-s për sezonin veror, që synon rritjen e nivelit përgjegjësisë dhe ndërhyrjes së shpejtë në raste emergjente. Vetëm pak ditë më parë, policia kufitare shpëtoi 2 peshkatarë, cilët u kapën në befasi nga një stuje përnjëhershme, duke demonstruar gatishmërinë dhe efikasitetin e strukturave të sigurisë. Monitorimi do të vijojë në të gjithë gjatësinë e segmentit shqiptar të liqenit Ohrit deri në mbyllje të sezonit, ndërsa institucionet apelojnë për respektim të rregullave dhe bashkëpunim nga të gjithë pushuesit.